Qendrat e artizanatit në Gjirokastër përgjatë sezonit të pranverës janë shndërruar në atelje eksperimentale, ku vizitorët tërhiqen jo vetëm nga suveniret, por shprehin dëshirën për të krijuar sipas traditës shqiptare. Nga punimet e thjeshta në dru të gdhendur, deri te teknika tradicionale të punimit me dorë, përvoja artizanale po bëhet pjesë e pandare e guidave turistike. Është hera e parë që vizitojmë Shqipërinë. Na pëlqen shumë që të krijojmë punime të thjeshta artizanale. Ju keni tradita shumë të bukura. Është bukur të realizosh punime në dru. Më pëlqen shumë natyra dhe historia e Shqipërisë, po mësojmë të realizojmë punime në dru të gdhendur, po përjetojmë një eksperiencë të veçantë. Mjeshtri Viktor Nurçe, një nga emrat më të njohur të dru gdhendjes në Gjirokastër, thotë se interesi i turistëve për historinë dhe zanatet e hershme është gjithnjë në rritje. Janë shumë të interesuar në pjesën e historike të qytetit, në pjesën e artizanatit si është ndërtuar, kur ka filluar, pyesin edhe për detajet nga më të voglat, dhe kjo na vën në situash në një pozitë pune më serioze që të gjitha këto informacione duhet i marrin si një mesazh, së bashku me suvenirin e tyre, natyrisht që bëjnë. Dëgjojnë fjalë të mira dhe më mbrapa në vendet ku vjen, pastaj dhe dërgojnë miqtë e tyre dhe na vinë miqtë e tyre të adresuar. Në Gjirokastër janë hapur disa qendra artizanati në zonën historike të qytetit, ku vizitorët dhe turistët njihen nga afër me proceset e punës.